Miri, një nga banorët e parë të Big Brother VIP Albania 5, është vënë menjëherë në qendër të kritikave në rrjetet sociale pas një bisede të sinqertë me banoren Selina. I entuziazmuar nga sjellja dhe karakteri i saj, Miri nuk i ka kursyer komplimentet, duke e cilësuar Selinën si një vajzë model. Sipas pamjeve të transmetuara, ai është shprehur: "Ti je gocë shembullore, fantastike. Inshallah vajza ime bëhet si ty, ke sjellje perfekte." Megjithatë, kjo deklaratë, ndonse në dukje dashamirëse, nuk është pritur as pak mirë nga publiku. Menjëherë pas transmetimit, komentet kanë vërshuar në faqet zyrtare të programit, ku shumë ndjekës e kanë akuzuar Mirin se me këtë fjalë ka ulur figurën e bashkëshortes së tij. Pyetja që ka dominuar rrjetin është: pse nuk tha që vajza e tij të bëhet si nëna e vet? Reagimet kanë qenë të ashpra. Një ndjekëse shkruan e revoltuar: "Sa gabim o Miri. A je në Terezi? Vajza do bëhet si mamaja e saj. Pse e ul figurën e gruas që i ka qëndruar pranë dhe i është përkushtuar familjes? Shumë turp." Ndërsa një tjetër koment ironizon: "Inshallah goca jote bëhet si mami vet." Deklarata e Mirit ka hapur një debat të fortë në rrjet për rolet familjare, figurën e gruas dhe mesazhet që përcillen në publik, duke e kthyer atë në një nga momentet më të komentuara të BBVA 5 deri tani.